Kjo e premte, sikur se ndodh rëndom sa herë ka rreshë shiu, i ka gjetur qytetarët e Durrësit përsëri në ujë. Edhe mëngjesin e kësaj të premti, rrugët janë mbushur me ujë, ndërsa qytetarët kanë hasur vështirësi në qarkullim. Zonat ku kanë hasur probleme me qarkullimin janë rrugët tek stadiumi Niko Dovano, Qytetorja Taulandia, rruga e plazhit dhe i Shkenetës. Vështirësi kanë hasur edhe nxënësit, ndërsa shkonin për në shkolla. Sipas shërbimeve sinoptike, rreshjet e shiut në Durrës janë shtuar ndjeshëm gjatë orëve të vona të natës dhe kulmuan në orët e para të mëngjesit. Si pasojë e tyre, shumë nga rrugët e Durrësit janë përmbytur. Nga terreni mësohet se rreshjet e shiut që përfshin Durrësin deri në orët e para të mëngjesit kanë bërë që disa rrugë veçanërisht ato të zonës rreth stadiumit të futbollit Niko Dovana të kenë prezencë të madhe ujë. Dhe një situatë e tillë është konstatuar në rrugën pranë sheshit Taulandia. Kjo ka qenë përgjithësisht situata në shumë rrugë të lagjeve të Durrësit, të cilat përmbyten sistematikisht sa herë regjistrohen rreshje shiu. Rreshjet e mëngjesit të sotëm i kanë bërë gati të pakalueshme për këmbësorët dhe për nxënësit e shkollave rrugët në lagjen 18 dhe 16. Uji ka mbuluar pjesërisht korsitë e qarkullimit, ndërsa drejtuesit e mjeteve janë detyruar të ecën me shpejtësi të reduktuar për të shmangur defektet apo aksidentet. Pothuajse si në përmbytjet e kaluara, është konstatuar se rrjeti i kanalizimeve të qytetit bregdetar nuk ka mundur të përballojë sasinë e madhe të rreshjeve dhe përpasoj niveli i ujit në rrugë është rritur dukshëm. Kjo ka krijuar probleme në lëvizjen e këmbësorëve, por dhe në qarkullimin e automjeteve.